kjo motra ankohet për burrin e vet që s'don me punu, kej ka fëmijë të vegjël, etj. Thot, çka me bo me këtë burr, nuk muj merr në vesh në asnjë mënyrë me ta. Mirë. Allah baft khair. Unë po ju pyes juve vëllezër dhe botra që keni mengu këtë. Nëse një burr nuk punon, një burr nuk ndjen përgjegjësi ndaj familjes, një burr shkon nëpër kazino, shkon nëpër kurvni, një burr i cili nuk i kqyr fëmijët e vet, i cili kqyr m'ia marr rrogën grus, vetëm mos me punu, ajo me punu, asnjë përgjegjësi se kryen si bashart, si babi fëmijëve. E shkatron gruan. Çka duhet me ba me ta? Ju jep një përgjigje gjithë secili, ama trajtojeni veten pozitë kësaj motrës edhe tjetra, këshirni me synin si kur ju jeni babi kësaj vajze, kësaj motre, si kur jeni nani kësaj motre, si kur jeni vlla i kësaj motre, si kur jeni motër e kësaj vajze që po pyet. Ju thjesht dhe me emocion, unë e moti e kisha myt, unë e kisha qit helm, në shim jo. Nësë gotni. Edhe pse disa raste unë habitëm pse më pyet mu një vajzë, pse më pyet një grua kur çdo rrethana është domethënë që s'ka më pyet në çetë mund pozit palakmueshme që më ia lexu burri saj mesazhin vjen edhe mreh mu. Thot çka po përzihesh ti tysh? Është e palogjikshme do me pyet kur burri çdo sen, çdo limit ka te kaluaj motor mëse shkatra vetën. Çka po pyet? Sa shtrani me pyet. Ik pi aty natën, ik jo ditën natën. Ju që e këshit me thonë kësaj motrës, hajde të shoh komentet.